Në Shkup sot u mbajt kuvendi i rregull zgjedhor në Federatën e Futbollit të Maqedonisë, ku në rendite ishte zgjedhja e kryetarit dhe antarëve të Këshillit Drejtues. Në kuvend, të cilin e udhëhoqi kryetari Mazar Omeragic, të pranishëm ishin 65 delegat nga gjithsej 66 sa numëron kuvendi. Në fjalën e tij, kryetari Mazar Omeragic para kuvendarëve dhe përfaqësuesve nga FIFA dhe UEFA, post të tjerash tha se ishte i vetëdijshëm se e prisnin sfida të mëdha, por situata aktuale në federati ishte më e komplikuar nga sa pritej. Sot pas gati 3 muajsh nga marrja e pozitës së presidentit të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, qëndroi para jush me obligim që t'ju drejtohem hapur, sinqerisht dhe me përgjegjësi. Isha i vetëdijshëm se më prisnin sfida të mëdha, por situata aktuale në federat ishte më e komplikuar nga se pritej. Është e rëndësishme të jemi transparent për situatën tonë financiare, pasi çdo organizatë e qëndrueshme dhe e suksesshme duhet të mbështetet në menaxhimin e përgjegjshëm të mjeteve. Fakti është se në 2 vitet e fundit federata ka pasur më shumë shpenzime se sa të ardhura. Kjo është një sfidë serioze që tregon nevojën për planifikim më të mirë, kontroll më të madh dhe një strategji më të qartë financiare. Vetëm në operacione reale, federata është në të kuqe me 1 milion euro. Akademia e futbollit, e cila duhet të jetë zemra e zhvillimit të sportit ton, po përballej me sfida serioze, kushte të pamjaftueshme të punës, kosto jo produktive dhe mungesë buxheti, pa një strategji të qartë dhe pa mbështetje reale për talentet e ri. Kuvendi me 65 vota zgjodhi Mazar Omeragicin për kryetar të FFM-s me mandatin 4 vjeçar dhe antarët e Këshillit Drejtues që numërojnë 14 antar, ndërsa 2 nën kryetar do të zgjedh Këshilli Drejtues në mbledhjen e parë. Kryetari Omeragic nderoi 2 ish kryetarët e FFM-s, Lambe Arnaudov dhe Haralampije Haxhiristevskin, me nga një dhuratë simbolike. Të gjitha vendimet në kuvend u sollën me vota unanime nga 65 delegatët e pranishëm, ndërsa nga gjua shqipe nuk u dëgjua asnjë fjalë vetme.